A do t'i sjelli fat Selinës ngjyra e kuqe, se zakonisht gocat kur shkojnë në finale shkojnë me ngjyrën e kuqe. Mbani mend shumë vajza në finalet të Big Brother Albania, kush ka veshur të kuqe, ka shkuar në finale. Dhe tani e fundit, ju pyeta radhën e kaluar, po ju pyet sërish se mund të keni ndruar mendje nga situatat apo dinamikat që ka ndodhur këto ditë në shtëpi. Cila është finalistja e parë? Brikenës dhe Selin apo Selin? Finalistja e parë është Selin. Është e pritshme. E prisni? Allah në paç u thashëm na. I trujt Zoti u shpirt, hajde. Kujdes derën, hajde. Kur dush kalo, hajde. Kujdes, Amir. Respekte, çao, hajde. Jam pak mjeke për veten time për shtëpi. Pengat për dy javë mbaron. Pengat. Faleminderit o Zot që mbaron për 2 javë, se po mbezisin janë shumë të këqinj, janë shumë toksik. Selin! Këtu ka të drejtë njëri, gjithmonë kam thënë që Mateo kam xhang, pëlqen e kështu bla bla bla, po je plak pa dhëm, je artist i poshtër, je i fliqur, i mbarum, anti-shqiptar, ka thënë anti-shqiptar, nuk do të lejohet të shkosh dhe ka thënë dhe shumë fjalë tjera i dashurumi. Ka gabuar, edhe pse tek truri, po mendoj meme që do jetë ajo makina e vërtetësisë që do jetë tru. Por mendoj se Mateo abuzon pak të kjo pjesë. Disni për Karolani. Shkoni e mani burat e ju shifsha rap juve. Ju e bën një rap. Disni për Karolani. Shkoni e mani burat e ju shifsha rap juve. Ju e bën një rap. Dua vetullën, 1, 2, 3. Kaq mjafton.